Të mësosh nga fundi do të thotë që të mësosh materiale të cilat janë për provim. Për mua ka funksionuar në mënyrë të shkëlqyer kjo metodë dhe prandaj ju a sugjeroj. Përshëndetje, mirë se vini sërish në kanalin tim Kristina Shares. Në këtë kanal unë shpërndaj video të cilat ju ndihmojnë në mësimin e gjuhës gjermane njësoj siç e kam mësuar edhe unë vet nëpërmjet vullnetit dhe dëshirës për të mësuar. Asgjë nuk është e pamundur, gjithçka mund të arrihet dhe këtë e them nga eksperienca, jo për t'ju motivuar, por për t'ju thënë të vërtetën e cila është komplet e suksesshme nëse juve investoni kohën dhe mundin tuaj në këtë rrugë që kam ndjekur edhe unë. Siç e dini tashmë unë kam marrë certifikatën e nivelit B1 dhe jam duke mësuar për nivelin B2. Certifikatën e nivelit B1 unë kam shpjeguar edhe në një video tjetër të cilën e kam marrë me 80% të mësuar vet dhe këtë mënyra mund t'i shikoni edhe në videot e tjera të mia të cilat i bëj për t'ju mësuar dhe për t'ju dhënë edhe juve një rrugë më të shkurtër për të mësuar dhe më të shpejt. E përsëris që jo për t'ju motivuar kot pa arsye, por për t'ju thënë të vërtetën mundeni t'ia dilni. Për këtë arsye unë kam krijuar edhe website në të cilën mund të shkarkoni të gjitha materialet me një pagesë minimale, e cila është vetëm për të mirëmbajtur faqen dhe të mësoni njësoj siç edhe unë kam mësuar dhe siç ja kam dalë. Sot dua që t'ju prezantoj me materialet e provimit për përgatitjen e B2-shit. Këto janë dy materiale të cilat juve mund t'i shkarkoni dhe në këtë video do të shohim se si funksionojnë të materialet, çfarë kanë edhe çfarë ju mësojnë. Si ju a bëjnë më të lehtë mësimin e gjuhës gjermane. Të dyja këto materiale i gjeni në faqen time dhe mund t'i shkarkoni për një vlerë pothuajse falas. Materialet që un kam aktualisht janë B2 Goethe-Prüfungsvorbereitung. Kjo është një material parapërgatitor për provimin në Goethe, por që vlen edhe për temat në TELK, ndërsa materiali i dytë është B2 Schreiben und Sprechen. Pra, këto janë temat të cilat qëllojnë në Schreiben und Sprechen. Ashtu siç mund ta dini tashmë, në Goethe janë më shumë tema të cilat bien, ndërsa në TELK është pak më e lehtë sepse do shkruash pra më pak, ke më pak tema për të zhvilluar dhe për të shtjelluar edhe në provim. Mund të zgjidhni cilin do prej këtyre testeve i cili është i njohur zyrtarisht edhe në shtetin gjerman. Këto dizajne unë kam përgatitur vetë për t'i parë se si të dalloni pra materialet nga njëra tjetra dhe keni të gjitha informacionet. Këtu keni edhe rrjetet e mia sociale në të cilat mund të më ndiqni sepse në rrjete të ndryshme kontente të ndryshme, kështu që është mirë që të bëheni subscribe. Ndjes, që ka këtu, është mirë që të bëheni subscribe dhe follow në rrjetet e mia sociale. Dua që t'ju jap një parantezë të materialit të cilit kam përgatitur për ju. Filloj me temat e B2-shit, në mënyrë që edhe juve të dini se çfarë përmban ky material. Atëherë këtu keni inhalt, këtu janë të gjitha temat të cilët qëllojnë në provime. Dhe më pas gjatë librit janë edhe të shpjeguara, por ju lexoj disa prej tyre të cilat bien në testin e B2-shit. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Stadtzentrum, Benotung von Hausaufgabe, technische Geräte im Schultag, gute Manieren öffnen die Türen, fleischreiche Ernährung, Videos Risiko, Ernährung am Arbeitsplatz, arbeitstätige Mütter. Nach dem Schulabschluss, Doping, der Klimawandel, Billigflieger mit Erfolg, Risikosport, Partnersuche, Prüfung, März, die Gefahr des Internet für Kinder und Jugendliche, Computerspiele in Deutschland, Arbeitslosigkeit, Essen in Deutschland, Erholung vom stressigen Alltag, Erfolg im Beruf, Studium im Ausland, WG gründen oder alleine wohnen, von zu Hause arbeiten, Schönheitsoperation, zwingt, Taschengeld, berufliche Fortbildung, Arbeitswoche, Jugendliche unter 18 Jahren zur Wahl, Beruf im Internet, Teamarbeit, Wohnen in der Ausbildung, ein Land kennenlernen, Hotelmama, die Familie redet nicht viel zusammen, wer die Junge hat, hat die Zukunft, fit bleiben, Konflikt auflösen, Bewerbung, Vorstellung, Gespräch, Studieren mit Fremdsprachen, Umwelt, Tipps zum Schreiben, Teil 1, Tipps zum Sprechen, Teil 1. Më pas vazhdoj me e-mailet në diskusion. Dhe këtu më pas kemi temat të përgatitura të shtjelluara në bazë të gjitha këtyre temave të cilat unë thash që janë vetëm pjesa e parë e temave dhe më pas kemi emaile të cilat nuk i lexova si tituj dhe kemi diskusione të cilat janë për pjesën e Sprechen. Nëse i shikojmë, ndryshimi që kemi nga B1-shi është përveç strukturimit të fjalive janë edhe më të gjata si tekste dhe duhen mësuar më së miri. Nëse unë mund t'ju jap një tip se si juve mund të mësoni ose kush ka qenë ndihmesa ime më e madhe për të mësuar më lehtë dhe për të dalë aq mirë në provim duke mësuar nga shtëpia vet, dua që juve ta kuptoni këtë koncept që të nisni gjithmonë nga fundi. Çfarë dua të them me këtë? Të mësosh nga fundi do të thotë që të mësosh materiale të cilat janë për provim. Nëse jeni duke mësuar nivelin A1, shkarkoni direkt edhe materiale të cilat i gjeni në faqen time, të cilat janë materiale përgatitore për provim. Edhe nëse juve nuk i kuptoni plotësisht ato tekstet edhe fjalët, mund t'i nxirrni, pra, të punoni
të punoni gradualisht duke i nxjerrë fjalët e reja dhe kuptime të cilat juve nuk i kuptoni sepse automatikisht jeni në këtë fazë duke mësuar nivelin A1, kështu që të gjitha këto tekste do ju duhet që t'i vendosni për kthime dhe shënime, siç i kam bërë edhe unë këtu, dhe duke i mësuar përmendsh dhe duke vazhduar njëkohësisht edhe me nivelet edhe me mësimet pra të cilat i merrni nga librat, shërrit, mention, cilat do librat të cilët juve jeni duke mësuar. Pra, nëse po ndiqni një nivel të cilin nuk e keni mbyllur akoma, shkarkoni në të njëjtën kohë, mos them përpara se juve të nisni një nivel, shkarkoni materialet përgatitore për provim. Unë kam ndjekur këtë teori, kam mësuar atë të cilën do përfundoj. Pra, vërtet jam në këtë nivelin këtu, por unë e di që në fund të këtij niveli unë do përballem me këtë gjë. Kështu që në momentin që unë jam në këtë nivelin këtu, që sapo kam nisur një nivel, po marrim A1-shin bazën, atëherë unë duke mësuar njëkohësisht me A1-shin nuk më kushton asgjë që unë të merrem njëkohësisht me materialet përgatitore të provimit, sepse e di që me këto këtu do përballem. Edhe shumë teknika ndoshta nuk i kam mësuar akoma, por nëse unë i mësoj përmendsh, çfarë do ndodhi? Unë do e stërvis trurin tim edhe do ta kem të njohur si koncept qoftë gramatikën, qoftë fjalën, sepse do jem duke e mësuar më pas rrjetën e gjithçkaje. Për mua ka funksionuar në mënyrë të shkëlqyer kjo metodë dhe prandaj ju a sugjeroj. Prandaj edhe un kam shkarkuar në të njëjtën kohë duke u përgatitur për nivelin e B2-shit. Jam duke mësuar me libra të Zisher, edhe këto mund t'i shkarkoni për një vlerë minimale në linkun të cilin do ta lëj në description ose në komentin e parë. Pra, duke mësuar me këto libra, të cilat janë librat e mësimeve, në të njëjtën unë po mësoj përmendsh dhe po nxjerr fjalë të reja edhe kuptime duke i mësuar përmendsh dhe duke i përsëritur të materialeve përgatitore në provim. Kjo është teknika të cilën e kam shumë të rëndësishme që ta ndaj me ju sepse e shikoj që funksionon dhe ka funksionuar për mua 100%. Materiali i dytë përgatitor është Prüfung Vorbereitung für B2. Në këtë libër, në këtë material PDF do të gjeni tema të cilat janë të shtjelluara edhe me strukturën e formulimit në bazë të pjesëve Teil 1, Teil 2 dhe jemi këtu. Schreiben B2 Teil 1. Dhe çfarë kemi këtu? Werbung und Konsum. Në këtë formë, pra siç e thash që në këtë material të dytë kemi se si përgatiteni për të shkruar. Pra nuk është një material total siç ishte edhe materiali tjetër që i ka të gjitha temat që bien në provim, edhe këtu kemi temat, por e kemi më të strukturuar. Pra janë dy materiale të ndryshme. Dhe këtu kemi Werbung und Konsum. Nëse i shikojmë pra ato temat e B1-shit kanë qenë më të shkurtra, duhet të ketë qenë në një nivel kaq fjalësh, ndërsa temat e B2-shit janë pak më të gjata dhe janë me fjalë më profesionale. Gjë e cila është e kuptueshme. Vazhdojmë të shtjellojmë Werbung und Konsum. Në këtë faqe do të shohim që kemi në klapa Einleitung, okay? Hallo an alle, ich möchte in diesem Blog auch etwas zum Thema Werbung und Konsum schreiben, weil ich dieses Thema wichtig finde. Okay? Më pas kemi Äußern Sie Ihre Meinung zu Werbung und Konsum në klapa. Pra, jepni mendimin tuaj rreth reklamës edhe konsumit. Dhe shtjellohet. Më pas vazhdojmë. Begründen Sie, warum Werbung so verbreitet ist. Okay, pra e kemi në klapa dhe të jep sugjerimin si të ndjekësh rrjedhën e formulimit të një pjese të parë të provimit Schreiben. Dhe vazhdon, ein Grund, weshalb Werbung so verbreitet ist, liegt in der Tatsache, dass sie Märkte bewegt und den Konsum fördert. Okay, kemi me të zeza. Vazhdon edhe dy fjalë të tjera dhe më pas kemi sugjerimin e radhës i cili është Nennen Sie Gründe, warum Kinder für Werbmacher lukrativ sind. Okay? Vazhdon që të japi një tjetër aspekt të formulimit të pjesës së Schreiben Teil 1. Më pas, vazhdon Nennen Sie Vor- und Nachteile der Werbung. Kjo ka qenë një pjesë shumë e rëndësishme dhe pjesa e fundit e provimit është Schlussfolgerungen, pra është pjesa e mbylljes dhe si ta bëjmë një mbyllje. Soweit meine Überlegungen in Bezug auf dieses wichtige Thema. Kjo ishte tema e parë. Do ta vëmë re që në këtë material do të kemi nga secilën temë të shtjelluar në një faqe. Pra, materiali është pak i ngjeshur, ashtu siç e pam edhe tek Werbung und Konsum, kemi të gjitha të ndara. Pra, në bazë të atyre pikave që unë thash, po i përcaktoj edhe një herë. Në bazë të këtyre pikave kryesore të cilat thash, pra struktura e formimit të një moduli Schreiben Teil 1 është pikërisht kjo dhe ndiqet në të gjitha faqet e më passhme. Pra, kemi së parin Einleitung, së dyti Äußern Sie Ihre Meinung zu Werbung und Konsum, së treti Begründen Sie, warum Werbung so verbreitet ist, së katërti Nennen Sie Gründe, warum Kinder für Werbemacher lukrativ sind, së pesti Nennen Sie Vor- und Nachteile der Werbung dhe së gjashti Schlussfolgerungen. Okay, kjo është struktura e përcaktuar e ndjekjes së hapave për të krijuar një tekst Schreiben në nivelin B2 Teil 1. Dhe vazhdon po e njëjta që.
Kemi modele të gatshme për mbyllje për hapje të cilat përdoren dhe mund t'i përdorni duke i mësuar përmendsh, pra mund t'i përdorni edhe në të gjitha pjesët të cilat vinë më pas. Okej, këtu kemi tema të ndryshme të cilat janë online kauf, konsum verhalten, shkojmë tek Teil 2. Dhe çfarë ka në B2-shin Teil 2? Okej, po i lexoj. Sie möchten einen Schulung zum Thema Kommunikation am Arbeitsplatz in Ihrer Firma leiten. Schreiben Sie darüber an Ihre Abteilungsleiterin, Frau Landgraf. Dhe I kemi këtu të përsaktuara me 4 pika kryesore në pjesën Teil 2. Dhe kemi Der Grund, warum Sie diese Schulung leiten möchten. Së dyti, schreiben Sie über Ihre Erfahrung mit diesem Thema. Së treti, bitten Sie Unterstützung bei der Organisation der Schulung. Dhe së katërti, wann wollen Sie die Schulung stattfinden. Dhe vazhdon më pas shtjellimi I të gjithë pikave të pyetjes duke I shtjelluar zgjidhjen këtu poshtë. Pra për të gjitha temat të cilat bien në provim. Dhe vazhdojmë më pas për japë edhe shembullin e dytë I cili është Sie haben Ihr Praktikum bei einer deutschen Firma gemacht. Der Ausbildungsleiter Herr Weigert hat Ihnen ein Arbeitszeugnis ausgehändigt, das Sie leider verloren haben. Schreiben Sie an Herrn Weigert eine E-Mail. Dhe është, së pari, entschuldigen Sie sich höflich. Së dyti, erklären Sie, warum Sie das Arbeitszeugnis verloren haben. Së treti, bitten Sie die Erstellung eines neuen Arbeitszeugnisses. Dhe së katërti, fragen Sie, wann Sie ein neues Zeugnis bekommen können. Dhe kështu, und so weiter. Kalojmë pas tek tema Sprechen Teil 1. Dhe këtu kemi dialogje të cilat janë pak të zgjeruara, sepse normalisht duhet shkosh I përgatitur mirë, por të them të drejtën në telk tek zoja e këshillit të mirë, që un kam bërë provimin e B1-shit, pjesa e komunikimit të zgjati në një nivel mesatar, mund themi, ose nga që ishim të përgatitura edhe ju desh shumë pak që të kuptonte se sa pik duhej që të merrnim në këtë modul. I kisha marrë plotësisht të gjitha pikët në pjesën e të folurit. Kalojmë tek tema e parë në Sprechen Teil 1. In einer Fremdsprache studieren. Dhe kemi sërish pikat, strukturën e formulimit të tekstit të cilin neve do ta themi në Sprechen. Einleitung, okay? Vazhdon është pjesa e parë. Së dyti vazhdon sërish të njëjtat temat të cilat I kemi edhe tek Teil 1. Së dyti kemi äußern Sie Ihre Meinung. Së treti nennen Sie Vor- und Nachteile und bewerten Sie diese. Së katërti beschreiben Sie eine Möglichkeit genauer. Dhe së pesti Schlussfolgerungen, edhe kemi edhe modelet e gatshme të cilat ju mund t'i ndiqni. Të gjitha temat e tjera vazhdojnë të shtjelluara në këtë format. Këto janë gjërat më kryesore të cilat unë doja t'ju thoja në këtë video. Unë kam edhe shumë materiale të tjera të cilat nuk I kam hedhur akoma, por që mund të bëni edhe një kërkesë. E keni mundësinë për të më kontaktuar në Instagram ose në TikTok, pra I keni të gjitha mundësitë për të më kontaktuar nëse juve doni materiale specifike, t'ju gjej, t'ju përgatis në mënyrën më të mirë dhe që t'i keni në një PDF gati për t'u shkarkuar. Me të njëjtin çmim minimal. Pra, edhe pse ky është një shërbim specifik për të gjithë juve që doni materialet specifike dhe që nuk I gjeni dot në faqen ku unë I kam përgatitur, pra, paraprakisht të materiale mund t'ju gjej dhe çmimi që do paguani është I njëjtë me materialet e gatshme të cilat janë aktualisht aty. Këtë e bëj për të gjithë shqiptarët me shumë kënaqësi për t'ju ndihmuar me këto tipe të cilat unë shpërndaj dhe me të gjitha informacionet e duhura se si mund ta arrini dhe e them këtë me plot bindje që mund ta arrini plotësisht të mësoni gjuhën gjermane vet. E them me plot bindje, e kam të provuar dhe e besoj këtë gjë edhe për ju. Bëni subscribe në këtë kanal, në rrjetet e mia të tjera sociale dhe do doja gjithashtu të dija nëse keni mënyra të tjera t'i lindni në komente se si keni mësuar dhe çfarë ju ka shërbyer më së shumti dhe sa të rëndësishme I gjeni këto tipe të cilat unë ju shpërndaj. Dëgjojmë në videon e radhës. Tschüss!